Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se është i vetëdijshëm për pritjet e gjata me të cilat përballen pacientët onkologjik, por theksoi se një zgjidhje menjëhershme nuk është e mundur, ndërsa lidhur me kërkesat e tyre se detyrohen të kryejnë analiza në klinika private. Ai sqaroi se këto shërbime mund të realizohen edhe në klinika të shtetërore të qyteteve të tjera, për shkak se klinika e onkologjisë në Shkup ka një fluks shumë të madh pacientësh. Za žal, vo momentot e točno deka zaradi. Për fat të keq, për momentin është e vërtet se për shkak të mbingarkesës dhe numrit të madh të pacientëve që presin, për fat të keq koha e pritjes për rezultate është më e gjatë. Se sa do donte çdo ministër dhe çdo qytetar, punojmë intensivisht për këtë. Më besoni se zgjidhje nuk mund të gjendet menjëherë për këtë rast. Për zgjidhjen e problemit të mungesës së kuadrit profesional në onkologji, por jo vetëm. Aliu tha se do të bëjnë shkëmbimin e mjekëve me disa vende evropiane, si dhe mjekët të tanë, të cilët ndodhen jashtë vendit, do të kyqen në sistemin tonë shëndetësor për të ndihmuar në shërimin e pacientëve. Znači ne samo od Slovenija, evo najavam i od... Jo vetëm nga Slovenia, ja po paralajmëroj edhe nga Italia dhe Austria, pra po punojmë për gjetjen e mundësisë për bashkëpunim me vendet që tashmë ne kemi një lloj bashkëpunimi ose nga aspekti klinik, pra ato vinë këtu ose mjekët tonë shkojnë për trajtime atje, por gjithashtu edhe nga aspekti administrativ, e shohim se më lehtë mund të komunikojmë me vende që kanë sistem shëndetësor të ngjashëm. Ndërkohë, dje pacientët me kancer të gjirit u ankuan se 75% e tyre për të bërë diagnostikimin e hershëm të kancerit, analizat e tyre i bëjnë në klinikat private, ndërsa publikuan shifra alarmante të pacientëve me kancer, ku vetëm këtë vit 1200 pacientë të rinj janë diagnostikuar me kancer. Si sfidë të herpashershme, pacientët onkologjik kanë edhe mungesën e terapive. Aktualisht në klinikën onkologjike në Shkup ka mungesë të tumor markerëve.